Një seancë maraton pritet të jetë kjo e sotmja ku kryebashkiaku i Tiranës përballet me apelin e posaçëm. Seanca nisi në orën 10 të mëngjesit, menjëherë pas ardhjes së Veliajt nga paraburgimi i Durrësit. Deri më tani ka përfunduar mbrojtjen avokati i tij Ermir Beta, ndërkohë mbrojtjen e vijoi avokati tjetër i Veliaj Artur Selmani. Në argumentet e saj pala mbrojtëse kërkoi shfuqizimin e masës së arrestit me burg dhe kalimin e një masë më të butë sigurie. Pas tyre pritet të flasë vetë Erion Velia, i arrestuar prej datës 10 shkurt në akuzat e korrupsionit pasiv në 9 raste dhe të pastrimit të parave. I pranishëm në këtë seancë është edhe biznesmeni Elmana Bule bashkë me avokaten e tij Romina Zano, të cilat po ashtu do të bëjnë mbrojtjen para gjykatës. Mbetet për të folur edhe biznesmeni Shkëlqim Fusha bashkë me avokatin e tij si dhe biznesmeni tjetër Meriman Palushi. Në përfundim të mbrojtjes, prokuroria e posaçme do t'jap qëndrimin e saj për sa i përket kërkesave të avokatëve që kanë ankimuar masën. Ndërkohë, masën e sigurisë nuk e kanë ankimuar në shkallën e 2 të gjyqësorit Ajola Xoxa, Sokol Kureziu dhe Fatmir Bektashi. Seanca e kësaj të martë pritet të zgjasë disa orë dhe më pas, gjyqtarja Engert Pëllumbi do të tërhiqet në dhomë këshillimi për të shpallur vendimin, nëse do të lërë në fuqi vendimin e datës 12 shkurt të GKK apo do ta ndryshojë vendimin e shkallës së parë.